Mirë se keni ardhur të gjithë. Ju falenderoj pa mas për prezencën tuaj dhe ju atim të gjithëve për nder. Atere, unë jam një djalë Vlore, i lindur në Vlorë dhe po këtu i rritur, nga një familje intelektualësh të dy prindrit mësues, Dimitër dhe Giuliana Zoto. Të dy kanë sakrifikuar që të rrisin dy fëmijë shumë të shkëlqyer dhe intelektual. Rrugtimi im ka filluar me shkollën e lartë që kam kryer studimet e mia për drejtësi në Fakultetin e Tiranës. Më pas fillova punën si avokat dhe prej 20 vitesh shërbej në komunitetin e Vlorës, duke ndihmuar të gjitha shtresat në nevojë kryesisht, por dhe pensionistët dhe njerëzit në nevojë që me këtë sistem mezia ka ndalë ose nuk ja ka ndalë dot. Lëvizja Bashk është një parti e re. Është një parti e re e sapo formuar, por është një parti e fortë. Është një parti që ka shumë intelektual, ka shumë pedagog, ka shumë njerëz profesionistë të Zot, por më e rëndësishmja që janë të papërlyer. Dhe kjo na bën më të fortë për të vazhduar një luftë kundër këtij sistemi të kalbur. E them sistem të kalbur pasi jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë ne i vëmë re problemet sepse i prekim ditë për ditë. Shteti është lëshuar pa duar dhe nuk po mbron më njerëzit e vet. Shteti është bërë si një lubi duke i kontrolluar dhe qindarkat e fundit njerëzve që me thënë të drejtën mezi po e nxjerrin muajin. Kjo situatë nuk duhet të vazhdojë kështu. Lëvizja Bashk ka programin e saj një nga më të mirët dhe më të vlerësuarit për realizimin e tij. Unë ju ftoj juve që të gjithëve që me mbështetjen e Lëvizjes Bashk ju do mbështesni veten tuaj, familjarët tuaj dhe të ardhmen tuaj. Lëvizja Bashk është një forcë e majt progresiste. E kam dëgjuar shpesh që na kategorizojnë në të gjitha anët, por po e theksoj, është një forcë e majt progresiste, është një forcë e majt që mendon për qytetarin, për popullin dhe për miqënien e tyre. Kemi nisur një luftë të pabarabartë, por mendoj se do ja dalim. Kemi nisur një luftë kundër një sistemi që lufton çdo gjë për 5 njerëz dhe ata 5 njerëz kanë thyer çdo gjë në monopol. Lëvizja Bashk e ka në programin e saj që këto monopole mos të vazhdojnë më. Mos t'ju rëndojnë më në xhepat tuaj dhe të keni sa më shumë lehtësira, sa më shumë përfitime dhe një jetë me dinjitet dhe me ndershmëri. Mendoj se koha ka ardhur për një ndryshim rrënjësor. Një ndryshim që me mbështetjen tuaj ne mendojmë se do e realizojmë. E reja po lind. Ju falenderoj jashtë